Një javë para shpërtimit të protestave të mëdha në Iran, jeta për disa nga fëmijët e elitës qeverisëse ishte e shndritshme. Modelja dhe stilistja e modës, Ana Shid Husseini, e martuar me Amir Mohsen Moradian, djalin e ish ambasadorit të Iranit në Danimark, shfaqej në Instagram me palto të shtrenjta kashmiri dhe çanta dore, vlerat e cilave te i kalon të ardhurat vjetore të shumë iranianëve. Aktiviteti i saj në rrjetet sociale, i lidhur me pasurinë dhe luksin, ka shkaktuar zemërim publik. Husseini bën pjesë në grupin elit që përfshin fëmijët e zyrtarëve të lartë të regjimit, të cilët përfitojnë nga pushteti politik dhe pasuria e krijuar nga korrupsioni dhe anashkalimi i sanksioneve. Ky fenomen nuk është i izoluar. Mohamed Hossein Shamkhani dhe vëllai i tij Hasan, të vendosur në Dubai, drejtojnë një perandori globale transporti detar, ndërsa babai i tyre Ali Shamkhani ka qenë shefi i sigurisë dhe këshilltar i lartë i udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Sipas studiueses Ella Rosenberg nga Jerusalem Center for Foreign Affairs, stili i jetesës së këtyre të rinjve ka zemëruar qytetarët iranian, sidomos brezin Z, që shohin luksin pa asnjë llogaridhënie. Shumë nga këta, që njihen si grupi Akzadeh, jetojnë jashtë vendit, në Britani, Francë, Kanada dhe Shtetet e Bashkuara, duke shfrytëzuar lidhjet e familjeve të tyre. Një shembull i njohur është Sasa Sobhani, djali i ish ambasadorit iranian në Venezuelë, i cili në Instagram shfaq jahte, makina të shtrenjta dhe festa ekstravagante, duke nxitur edhe më tej zemërimin publik në vendlindjen e tij. Ky luks i shfrenuar, thellësisht diferencues me vështirësitë që po përjeton shumica e popullit iranian, ka nxitur dhe protestat anti-regjim, të cilat u shtypën me dhunë, me të paktën 5.000 të vrarë sipas autoriteteve dhe rreth 16.500 sipas organizatave të pavarura. Shumë qytetarë përballen me krizë ekonomike, inflacion të lartë dhe mungesë mundësie për të përballuar jetesën e përditshme, ndërsa fëmijët e elitës iraniane jetojnë një jetë luksoze brenda dhe jashtë vendit. Gjatë razirave, shumë të pasur u pan duke udhëtuar drejt Turqisë për t'u argëtuar dhe për t'u larguar nga dhuna. Në lagjet e pasura të veriut të Teheranit, si El Aye, shpesh e krahasuar me Beverly Hills, makina luksoze kalojnë përpara kafeneve të shtrenjta, butikëve firmato dhe kullave moderne, duke krijuar një kontrast të fortë me vështirësitë ekonomike të shumicës së popullsisë në këtë vend.